Në vitin 2020 u çel tenderi me një fond prej 419 milion lekësh për ndërtimin e parkimit dhe rivitalizimin e sheshit Çerqiz Topulli në Gjirokastër. Objektivi i projektit ishte të jepte një funksion të ri urban dhe turistik kësaj hapësire, të largonte automjetet nga zona historike dhe të krijonte një pedonale për turistët dhe qytetarët. Projekti ishte parashikuar të përfundonte brenda një afati 2 vjeçar, por zbatimi u shoqërua me vonesa, të cilat u justifikuan me nevojën për realizimin e një sheshi cilësor dhe sipas standardeve të kërkuara për një zonë me vlera të veçanta historike. Megjithatë, ndonse kanë kaluar pak kohë nga inaugurimi, sipërfaqja e sheshit ka nisur të dëmtohet, duke ngritur pikpyetje për cilësinë e punimeve. Siç konstatohet edhe nga pamjet në terren, pllakat janë çarë dhe në disa pjesë janë shkëputur, duke krijuar rrezik për këmbësorët dhe për automjetet që qarkullojnë në zonë. Degradimi është i dukshëm nëpër disa segmente të sheshit, teksa qytetarët janë të shqetësuar për cilësinë e punimeve dhe mungesën e mirëmbajtjes. Përpara që shumë i mirë. Tani kanë bërë një gur këtu dhe janë mbushur me zhavor. I ku zhavori tani neve shikojmë se të ndot se po thishte. Ne shkojmë dot. Se bijem. Morën lekët ikën, si të vjen. As çajin kokën fare. Kontrolli që u bën duhet të gjithë në qepë, sa fat për punë. Jo hajde i bëjmë kaldeme. Në qendër të sheshit ndodhet monumenti i patriotit Çerqiz Topulli, i cili gjithashtu paraqet shenja degradimi. Mungesa e mirëmbajtjes ka bërë që edhe elementët identifikues të këtij monumenti, si mbishkrimi me emrin e tij, të mos jenë më qartësisht të lexueshëm. Sheshi Çerqiz Topulli konsiderohet një ndër hapësirat kryesore publike të Gjirokastrës dhe pikë referimi për vizitorët në zonën historike.